kujtimi është një akt nderimi, por është për secilin prej nesh edhe rikujtim i rolit të jashtëzakonshëm, të cilin e patëm në periudhën vendimtare për ne dhe për gjithë Kosovën, këto dy ikona të qytetit të Mitrovicës. Për ne që u rritëm në Mitrovicë, kjo nuk është thjesht një datë për kujtimi institucional. Është edhe dita kur kujtojmë fuqinë e një nane stoike, Afrodita Airisit, e cila përkundër vrasjes së idilit të saj të vogël, e të agimit të saj të dashur, e të vjetërës së saj, mblodhi forcat për të shpëtuar fëmijët e saj të tjerë. Për të shpëtuar Arblorën me të cilën u rrita, për të shpëtuar Arianitin, që ata sot ta shijojnë Girin, për të cilën janë më të dashurit e saj, dhe duke u shndërruar kështu në simbol të pandashëm të drejtësisë, deri edhe